Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar të gjithë ndryshimet e qeverisë të bëra nga kryeministri Edi Rama disa ditë më parë. Zyrtarisht, Begaj dekretoi shkarkimin nga detyrat të Belinda Ballukut nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, të Elisa Spiropalit nga Ministria e Jashtme, të Piro Vëngut nga Ministria e Mbrojtjes, të Albana Koçiut nga Ministria e Punëve të Brendshme, të Besfort Lamallarit nga Ministria e Drejtësisë dhe të Toni Gogut nga detyra si ministër për marrëdhëniet me parlamentin, sa kaq u dekretuan emërimet si më poshtë. Albana Koçiu zëvendës kryeministër, Ferit Hoxha ministër për Europën dhe punët e jashtme, Besfort Lamallari ministër i punëve të brendshme, Ermal Nufi ministër i mbrojtjes, Toni Gogu ministër i drejtësisë, Enea Karakaçi ministër i infrastrukturës dhe energjisë dhe Eriona Ismaili ministër i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin.